Deri tani ka patur heqje nga puna, zoti Shahu, deri tani? Nuk ka pasur heqje nga puna, por ka pas presione e intimidime. Ne kemi pasur një rast përpara se të shkonim me grev, ku kemi bërë tubimet e datës 5 dhe 6 shtator, antari kryesisë së sindikatës, zoti Dritan Rapushi, kemi dhe këtu, edhe të proces disiplinor, ku ata kanë marrë mas për pushim nga puna për deklaratat që i ka bërë në tubim. Deklaratat të pasdura nga ato që ka dalë në përgjigje të prokurorisë. Dhe i thonë pse i ke thënë ti publikisht. Dhe kanë bërë procesin për ta hequr nga puna, po është bllokuar nga sindikatët. Na kanë njoftuar dhe ne që kanë marrë vendim për ta hequr, po e kanë pezulluar sepse ligji thotë që një antar i kryesisë të sindikatës nuk mund të gjithë nga puna pa përmiratimin e sindikatës. Dhe kështu po vazhdojmë me procesin e presionit për ta çuar në gjykatë të mëtej. Por janë presione për të mbyllur gojën, mos dalë. Mirë, zoti Shahu, nëse dikush tjetër dëshiron të shprehet sipas mundësisë gjithmonë, mund të flasë, nëse është e mundur, nga kryeministët që janë aty. Ne nuk shkëputet nga atyre drejta jonë, ne do të qëndrojmë të drejtës së kaosës tonë deri në fund. Jemi shumë të vendosur për këtë punë. Zotëri, jeni me shëndet, fillimisht jeni mirë, ndjeni mirë. Meqense është dita e 10 e grevës. Jemi shumë të lodhur nga koha e gjatë që ne po qëndrojmë këtu, nga gjitha presionet që po vijnë nga kolegët tanë, sepse këto përballen drejt për drejt me shëndetin tonë. Nuk ndjehemi mirë, po jemi të vendosur. Ne nëse do na ndjeri që këtu do na ndjeri vetëm instancat e mjekësisë, vetëm nëse mjeku do thotë që ti do dalësh shqiptues të pranë. Jemi shumë të vendosur. Kolegu jonë shkoi dje dhe erdhi përsëri sot, erdhi përsëri këtë dje. Jemi të vendosur do të dalim kësaj fauze deri në fund. Të gjithë bashkë. Kur thoni deri në fund, nuk do ta ndalni deri në plotësimin, por në plotësimin e këtyre kërkesave, por nëse nuk ka asnjë përgjigje, nëse nuk plotësohen, këtu jemi, këtu na ka gjithë. Nuk dalim këtu. Jemi shumë të vendosur për këtë punë. Se nuk po kërkojmë të kthejmë njeriu, po kërkojmë dignitetin tonë, po kërkojmë atë që na takon. Asgjë më tepër. Pa na takon. Unë jam inxhinier në natë. Kam 15 vite në këtë industri. Edhe asnjë njerëz nuk ka mund të kjo industri parë. Ndërkohë që këtu vinë njerëz të tjerë, marrin paga marrananse, punën e bëjnë unë. Po. Kjo është çmenduri. E kuptoj. Prandaj jemi më të vendosur se ti. Mirë. Faleminderit. Po, vetëm nëse mundet zoti Shahu ose dikush tjetër për sa i përket rritjes së pagave. Po. Ne nuk po kërkojmë të barazojmë pagat tona me drejtuesit tanë komunistë. Ne kërkojmë justifikim. Do të thonë këtë një balans vogël, një diferencë vogël në mes pagave tona dhe drejtuesve tanë në menaxhmentin. Nuk po kërkojmë të barazojmë. Si është jemi të motivuar të marrim atë pagë dhe të motivohemi për veten tonë dhe të punojmë më lirshëm. Jo në presionin e kompanisë vazhdimisht që punon, ku tërkohë nuk të investon për asgjë. Kemi marrë përsipër të punojmë në industrinë nafte, jo në pasoneri. Industria nafte është shumë e vështirë, është industria e minierave. Por që deri tani kemi qenë të shfrytzuar, patëm vullnetin e fortë që formuam për sindikat, lidhur me kontrat kolektive, dhe në ai moment besoj se dignitetin tonë e kemi fituar. Se digniteti as shihet, as blihet. E kemi fituar ne. Kjo për mua kjo ka rëndësi. Po, dhe do ta bëjmë atë grevë. Ndërkaq vetëm po. Do ta shkallëzojmë protestën tonë, deri përpara kryeministrisë. O ka herë në të martën jemi aty, do vishemi me rrobat e punës, do marrim fëmijë. Prindërit tanë të gjithë familjarisht do vëmë përballë kryeministrisë, kjo në ngeli, nuk kemi asnjë lloj rrugëzgjidhje tjetër. Ata menaxherat e kompanisë që kanë ardhur në të vend këtu, po intimidojnë punëtorët, po i bëjnë presion, që ne do dalim me fat tjetër. Nuk e di, ata qoftë janë jashtëkohësor. Se s'ka rrugëzgjidhje tjetër. Kjo është kauza jone, është drejta jone.
ne jemi këtu për një kauzë, për një të drejtë që është mohuar tyre tjeve edhe mua këtu. Na është mohuar, unë kam 21 vite në këtë kompani. Kam 21 vite. Po, dhe në këto 21 vite, sa shpesh janë bërë rritje pagash? Kemi 8 vjet pa asnjë lloj ngritje pagash. Të shpjegoj unë? Po, shpjegoj. Atëherë, përshëndetje, rritje pagave këtu dhe kur është bërë me seleksionim. Është bërë sipas meritave, është bërë sipas njerëzve dhe lidhjeve që kanë pasur vetë shefat, është bërë në mënyrë jo korrekte dhe është bërë për të gjithë, kjo është më kryesorja. Në qoftë se inflacioni do rritej, sikur sa jepte Banka e Shqipërisë, ne nuk do ishim sot për këtë protestë. Këta të paktën rritje, sipas qeverisë që ka rritur pensionet, që janë rritur për pagat e punojësve, ne përsëri nuk do ishim këtu. Sepse ka pasur rreth 8 vjet që janë bërë një rritje 8.000 lekë, dhe këtë e përmendi sikur e triumfojmë dhe sikur këshin që kanë bërë. Dhe kjo ka qenë për gjithë, si ata që marrin 100 euro, si ata që marrin 15 euro, si ata që marrin 500 euro. Po. Sa është paga me ullët që një naftëtar merr sot? Ajo që na kanë bërë të dalin. Jo vetëm diçka dhe ky detaj, sa është paga me ullët për një naftëtar sot? 540. 540 euro. Variojnë 570, 600, 700, 800, 900. Çunave të bazës. Por ajo që ne kemi kërkuar është sepse kur janë bërë rritjet e pagave, ose kur janë bërë rritjet në detyrë apo promovime të ndryshme, janë bërë me seleksionim. Domethënë nuk janë bërë me meritokraci dhe drejtësi. Ne nuk kemi kërkuar kur që këtu të mbahen me hato disa djemë dhe të shikohen në sy disa të tjerë. Por të zbatohet një sistem meritokracie, që këta djemë të trajtohen me dinjitet, dhe jo me nënshtrim, që kush në nështrohet, të rritet paga. Jo, kërkojmë meritokraci, të tim me një sistemi i cili ndërtimin e një sistemi i cili do të garantonte shpërblime dhe drejtësi në paga. Paga të drejta si pas një sistemi i cili do të jetë të tjeve atë që u takon. Do më thëmë të gjithë të merrin sipas punës që bëjnë, jo sipas seleksionimit që bën kompania. Duhet të hiqet seleksionimi që bën kompania apo që bëjnë shefat. Që këti të rritet paga dhe këti jo. Mos të ketë më preferenca në të gjithë. Duhet ta gjeni gjurmë me kompaninë në mënyrën se si ajo i bën pagesat. Po pikërisht prandaj jemi këtu që ne kemi çuar një sistem fiksimi të kompanisë. Ne kemi çuar një sistem fiksimi të bazuar në tjetërsinë, në vërtetësinë e punës, në arsimin e punojësit, në kualifikimin e ndryshme që kanë dhe vendit të punës që departamentit po ai përfshihet. Dhe këto të jenë komponentët të cilët përcaktojnë dhe pagën. Dhe jo në nështrimi. Se po e përcaktojnë pagën në bazë në nështrimi, atëherë këtu do të jemi përgjithmonë derisa të arrijmë atë që duam. Dhe nuk mund të jetë ditë në nështrosh punojësit dhe të rritësh pagën pas. Jo, sepse në vend para dinjiteti dhe pastaj vijnë gjitha gjërat e tjera. Se pa dinjitet pastaj jemi skrujeve. E nuk kemi makineri këtu. Nuk kemi makineri që ti e programon dhe të bëj punën. Radhë parë janë njerëz, janë kryefamiljar, kanë dhe familje dhe kanë dinjitet me vetë. Dhe pastaj vjen dhe paga që bëhet ajo dinjitor. E qartë. Mirë, mua s'më ngelet vetë tjetër të them. Fillimisht ju uroj të jeni mirë me shëndet, plotësojnë kërkesat tuaja, të ketë një reagim nga ana e kompanisë, dhe ta jepni fund grevës për gjithmonë me plotësimin e kërkesave. Na vjen mirë që këto 2 ditë ka një reagim nga të gjitha mediat dhe një sensibilizim të opinionit publik. Kërkojmë mbështetje nga të gjithë.